si parti politike në kuvend, edhe si grup parlamentar, flas me përgjithësi plot, normalisht që nuk po ndihemi komod në një situatë ku po shohim që nuk ka një vullnet politik për dalë nga kjo situatë. Duke i poshtë shqetësimet tona që janë të vazhdueshme, edhe në pamundësi për të filluar me ndërmarrë veprime konkrete, edhe situata jonë normalisht është e paqëndrueshme. Dhe paraqesim shqetësimin tonë se si ka mundësi në një vend kaq të vogël siç është Kosova, me disa parti të cilat kanë marrë votë nga qytetarët dhe nuk arrin dot me bën një zgjidhje e cila është elementare, pra një konsenzus, një person të vetëm konsensual i cili do ta drejtonte shtetin me pozitën e presidentit. Edhe unë nga këtu bajthirje e di që mund mendoni që po e them me ironi, por nuk po e them me ironi. Edhe ne, nëse vërtet ka mbet Kosova pas një person i cili mund të jetë konsensual, ne si komunitet egjiptian jemi të gatshëm të ofrojmë një kandidat konsensual, ndoshta me vlera prej një akademiku e të poshtë, edhe besoj që ndoshta është mundësia që vërtet ky personi të jetë tamam konsensual dhe sigurisht i lavdum edhe prej të tjerëve. Faleminderit shumë zënë kryetare.